Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam përgatitur tortën e fëmirisë. Më kujtohet kur I porosisnim për festat e fundvitit me tepsi, por sa lehtë përgatiten në shtëpi. Qëndroni me mua, unë sot kam përgatitur recetën më të thjeshtë dhe mënyrën më të thjeshtë të saj. Atëherë ju duhen 5 vezë në temperaturë ambienti, 5 lugë sheqer. Do të përzjejmë me rahës elektrik derisa të bëhet një masë kremoze dhe do shihni që masa do të dyfishohet. Do ju duhet pak durim këtu, pasi kjo është shumë e rëndësishme. Pandispanja e tortës është pjesa më e rëndësishme e saj dhe kjo është pandispanjë pa fryrës. Pra pandispanja receta origjinale e saj nuk do pluhur fryrës. Do shtojmë 5 lugë gjelle, miell dhe 1 vanilje. Do ta përziem ngadalë me një tel kuzhine ja kështu, në mënyrë që të mos bjerë volumi I saj. Kjo është receta që ka vjera ime, unë e përgatis gjithmonë recetën e saj, ajo ka pas bërë torta me porosi në kohën kur nuk kishim as pak kushte dhe I dilnin në mënyrë perfekte. Dhe kjo është një recetë që nuk do ju zhgënjej kurrë. Tavën e lyem me vaj dhe e vendosim për pjekje në 200 gradë derisa të jetë gati. Keni parasysh furrën mos e hapni asnjëherë. Nëse e hapni, ajo do të bjerë volumi dhe nuk do të dalë as pak e butë. Është shumë e rëndësishme kjo. Ky është rezultati pas pjekjes. Shihni pak se çfarë ngjyre ka marrë dhe është pambuk e butë. E lëm të ftohet dhe përgatisim kremin. Unë kam përgatitur 400 ml pana, mund ta përgatisni edhe më të bardha veze si atëherë, por në shtëpinë time nuk e preferojnë kremin nga të bardha e vezëve dhe e bëra me pana. E zbusim pandispanjën, mund ta zbusni me çfarë të keni dëshirë, unë e zbuta me shurupin që kishte glikoja e qershisë, që do përdor edhe në fund të recetës. E mbushim me kremin që përgatitëm, ja kështu me kujdes. Dhe ju mund të zgjidhni shijen sipas dëshirës tuaj. Unë kam zgjedhur arra, nëse doni mund të shtoni çokoladë, mund të shtoni gliko të ndryshme, reçelëra dhe do vendosim edhe pjesën e dytë. Pjesën e dytë unë nuk e zbuta pasi pandispanja ishte pambuk e butë dhe zbutet edhe nga kremi. E bëjmë me kujdes në të gjitha anët, e mbuloj me krem dhe arra të thërmuara. Mua më pëlqen shumë kjo torta me arra dhe përgatitet kaq lehtë në shtëpi dhe nuk e di pse nuk e përgatisni vetë më përpara, por I porosisnim. Ku ka më mirë se sa ta përgatisësh vetë, është e freskët dhe e bërë me duart e tua. Vendosim edhe këto format kështu, ju mund të zgjidhni sipas dëshirës, unë kam zgjedhur mënyrën më të lehtë dhe sigurisht të shtojmë edhe gliko qershie, sepse nuk ka kuptim qershia mbi tortë të mungojë dhe nuk ka kuptim një tortë pa qershi mbi të dhe është gati, siç e pat përgatitet shumë thjesht. Unë ju sugjeroj ta ruani, ta shpërndani me miqtë tuaj, jemi në prag festash dhe mund t'ju duhet një tortë e tillë në shtëpi. Si ju duket si recetë, mos harroni të lini përshtypjen tuaj në koment dhe të bëni like. Dhe do doja shumë të mësoja se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Unë dua t'ju falenderoj për të gjithë vëmendjen që I kushtoni kanalit tim, për të gjithë kohën, për çdo like, për çdo koment, për çdo shpërndarje. Nuk e keni idenë se sa më motivoni për të vazhduar më tepër. Ju mund të jetë shumë e lehtë, ndërsa për mua është shumë e rëndësishme përgjigja juaj në komente dhe vlerësimi I recetave të mia. Faleminderit që më ndiqni.